Numri i fëmijëve me vonesë në të folur kohëve të fundit është më i lartë. Përdorimi i pajisjeve të ndryshme teknologjike dhe qëndrimi gjatë para ekranit po ndikon që ky problem të jetë në rritje çdo herë më shumë, sidomos tek moshat e hershme. Kështu shpreh logopedi Dion Gjoka. Shkaqet janë prej më të ndryshmeve, disa prej shkaqeve kryesore në kohëve të fundit lidhen më shumë me teknologjinë, apo mund t'ju thojmë jo shkak, por katalizator. Shkaqet gjithmonë janë gjenetike, kanë baza gjenetike, e katalizatori apo ajo që ndikon më shumë që problemet në folur apo në komunikim me u rrit është teknologjia, ekranet që ditëve të sotme përdoret shumë, këta ja lojnë fajin pak edhe jetës dinamike, ku prindërit detyrohen, por unë shfrytëzoj rastin që me theksu që ndër shkaqet kryesore që i rrisin problemet e komunikimit është teknologjia. Sipas logopedit Gjoka, secili prind duhet të jetë i vetëdijshëm dhe të ketë njohuri në etapat e zhvillimit të fëmisë. Secili prind duhet të jetë i vetëdijshëm apo të jetë i njohur me milestonesat apo etapat e zhvillimit të fëmijëve, të krahasoj moshën e fëmijës të tij me moshën apo milestonesat që lidhen me moshën e fëmijëve të tyre. Çka janë milestonesat? Milestonesat janë mesatare e matjeve që tek fëmijët në mosha të ndryshme. Për shembull, një fëmijë 1 vjet e gjys duhet të kuptojë instruksionet një hapshe, nëse ai kupton instruksionet një hapshe dhe thot 20 deri në 30 fjalë, ka fillu të shprehet, për prindi nuk duhet jetë shqetësuese. Ky është milestonesi i kësaj moshe, pra prindi të jetë i njohur me gjitha milestonesat që përkasin me moshën e fëmijës tyre. Logopedi Gjoka mes tjerash u shpreh se është më rëndësishme që përdorimi i pajisjeve teknologjike të fëmijëve të minimizohet në mënyrë që të mos ketë pasoja.